Krye familjari 48 vjeçar, bashkëshortja e tij 43 vjeç dhe dy fëmijët e tyre 22 dhe 15 vjeç kanë humbur jetën si pasojë e asfiksisë nga monoksidi i karbonit. Dyshohet se shkaki i tragjedisë ka qenë një defekt i kaldajës në banesën e tyre. Skena e gjetur nga ekipet e emergjencës përshkruhet si tronditse. 4 anëtarët e familjes u gjetën të pajet në dhomën e ndenjes, ndërsa tryeza ishte ende e shtruar për darkë. Alarmi u dha fillimisht nga vëllai i krye familjarit, i cili pasi nuk arriti të kontaktonte dot me ta. Shkoi në banesë së bashku me karabinierët. Pasi thyen derën, vëllai i viktimës humbi ndjenjat në sytë e policisë dhe aktualisht ndodhet në gjendje kritike në spitalin e Cizanelos. Ndihmë mjekësore kanë marrë edhe 2 efektiv të policisë italiane që ndërhyn të parët. Do të mbetemi te kjo ngjarje të rëndë dhe për të mësuar më shumë detaje kemi në lidhje të drejtë për drejtë reporterin ton Igli Çelmeta. Igli, të përshëndes. Me siguri të shumta kanë qenë ato familje shqiptare që kanë qëndruar në ankth përpara ekranit pasi kanë mësuar këtë lajm kaq tragjik. Për t'i qartësuar, a ka informacione se cilat janë identitetet e viktimave? Përshëndetje Rozalba, tragjedia ka ndodhur në komunën e Porçarit në provincën e Lukës në Itali. Lidhur me këtë ngjarje shumë të rëndë dhe tragjike ka reaguar kryetari i komunës së Porçarit, i cili ka publikuar edhe emrat e viktimave, ku bëhet fjalë për një familje prej 4 personash, ku viktim kanë mbetur babai Arti Kola 48 vjeç, nëna Jonida Kola 43 vjeçe, si dhe 2 fëmijët e kësaj familje, djali Hajdar Kola 22 vjeç dhe vajza Jessica Kola 15 vjeçe. Lidhur me këtë ngjarje të rëndë, përveç se ka publikuar emrat e viktimave, kryetari i komunës së Porçarit në Itali ka marrë dhe ka dhënë një deklaratë lidhur me këtë ngjarje të rëndë, ku ka deklaruar për publikun, ku thot: jemi të gjithë të mërzitur dhe të trishtuar nga kjo ngjarje tragjike shumë e rëndë që më kujtoi menjëherë tragjedinë e familjes Malanka, madje edhe ato që ndodhi në shkurt të vitit 1992 në Itali. Komuniteti ynë qëndron i bashkuar rreth të afërmëve dhe miqve në një përqafim ideal për këtë zi të rëndë që ka prekur Porçarin, u preshin në paqe viktimat e kësaj ngjarje të rëndë, përfundon deklaratën e tij kryetari i komunës së Porçarit në Itali. Ngjarje vërtet e rëndë që na ka tronditur të gjithëve këtë fillim të enjte, Igli, por për të rikthyer edhe një herë shkaqeve dhe dinamikës tragjedisë, a mund na e thuash? Por Rozalba, ngjarje e rëndë dyshohet të ketë ndodhur në orët e mbrëmjes rreth kohës së darkës. Gjatë hyrjes në banesë, forcat e policisë italiane dhe ekipet e emergjencës kanë gjetur tryezën të shtruar pra darkën, çka tregon se familja ishte bërë gati për të ngrënë, pa e ditur se po përballej me një rrezik fatal. Alarmin e ka dhënë një i afërm i familjes, vllai i kryefamiljarit, pra vllai i Arti Kolës, i cili ka lajmëruar edhe forcat e emergjencës dhe policinë italiane, duke kontaktuar dhe menjëherë kanë shkuar në banesën Trekaqe dhe kanë parë që brenda në banesë kishte ndodhur një ngjarje tragjike. Autoritetet u përballën me një skenë tronditse. 4 anëtarët e familjes u gjetën të pajetë në dyshemën gjatë ndërhyrjes. Familjari, pra vllai i viktimës së kryefamiljarit, tjetër humbi ndjenjat për shkak të ekspozimit ndaj monoksidit të karbonit, por u shpëtua fal reagimit të shpejtë të karabinierëve dhe u dërgua me urgjencë në spital. Sa i përket kësaj tragjedie, nga hetimet paraprake dyshohet që rrjedhja e monoksidit të karbonit, cili është shkaku i vdekjes së 4 anëtarëve të familjes shqiptare me mbiemrin Kola, të ketë ardhur për shkak të një kaldaje me defekt në shtëpinë e familjes, pra në komunën Porçarit të provincës së Lukës në Itali. Igli, të falenderoj për të gjitha informacionet që na sollën mbi këtë ngjarje të rëndë.